How big is the universe? Infinite. How do you know? I know because all the data indicate it's infinite. But it hasn't been proven yet. No. You haven't seen it. No. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. Hello! Mirë në vlogun tim të radhës. Unë jam Alesja, po ju që më njihni dhe zakonisht nuk dukem shumë. But we're going to a wedding. Shërja ime martohet. Dhe unë jam the wedding guest. Struggle of being a girl. Duket vetja super e rënduar, sepse nuk është se bëjnë shpesher make-up të tillë. Me që dhe pëlqen. Do të tregoj ca skena nga dasma, shpresoj të filmoj ndonjë gjë. Toni ju pëlqen duke? Më ka shtuar një 5-6 vite mosh. Përgjë si kam taj? Po, shumë bukur. Vërtet? Super të pua? Dasëm. Dhe bukur është që nesër kemi një dasëm tjetër, jo nga ana ime. Jemi këtu. Gëzime e ndasma përshim shtëpia tuja. Shtatin si Silvi, kam gene boja knojna. Shtatin si Silvi, kam gene boja
Shofojnë atë një. Gota? Nuk e tim, se më duket... This is the look. Është dita e dytë e dasmës, fustani është I njëjtë, kemi bërë vetëm një detaj, ndryshe shallin dhe make-upi. How do you like it, guys? Përshëndetje. Hello. Është bërë shumë vap. Si po ja dilni ju me vapë? Unë nuk po ja dal dot. E pak nga klipet paraardhëse që unë kam qenë në një dasëm, më saktë në 2 dasma dhe fundjava ishte super e lodhshme. Shtunën kisha dasmën e kushërirës. Më pas të dielën kisha një dasëm nga fisi jo nga fisi im, po I partnerit. Pa gjithë fundjava ishte dasëm, të premten kishim valle, kam 3 ditë pa gjumë, ndërkohë që dje fjeta gjithë ditën. Do me thënë dasma zgjati tepër shumë, deri në 5 të mëngjesit. Nuk e dija që kishte më dasma që zgjasin aq gjatë. E më pas sa u kthyem në shtëpi, kishte lindur dielli, unë fjeta I gjumë, se kuptova se si iku dita, po literalisht dje isha gjatë gjithë ditës në gjumë, e s'kam bërë asgjë tjetër, por kisha shumë nevojë tani ndihem mirë, e kam marrë veten. Yeah. Por kam domën shumë ujë. Unë kisha menduar të visha 2 fustane. Të fustanin ta visha tek dasma e kushërirës, saten, me shpinën jashtë. I thjesht, por klasik. Megjithatë nuk e vesha se mendova të vesh në të 2 rastet këtë rozin, të fustanin baby pink, që mua më pëlqen shumë. Tani është bërë për t'u larë,
po kam frikë ta laj vetë, se nuk do ta çoj dëm. Kështu po lë një herë në varste, më pas do e gjem mundësinë për ta larë. Se siç po ju thoya, dhoma ime është bërë lëmsh, kështu që do filloj të rregulloj të gjitha gjërat. Është mbushur me taka, me bizhu, me make-up, me peshqir të palar. Yep, it should be a laundry day. Me thënë drejtën, dasmat janë shumë të lodhshme. Ka tërë ato di që them, unë nuk jam për dasma. Ups. Është më shumë e. Vërtet që unë nuk jam për dasma. Shumë e lodhshme. Kërkon shumë impenjim, shumë shpenzime, lodhje, okay, edhe kënaqesh super shumë, takon gjithë njerëzit e tu, blidheni të gjithë bashkë, gëzoni. Dhe kjo është pjesa e bukur e dasmave. Pjesa e të gjeturit fustan, make-up, bizhu, taka, oh my god. Kjo, nuk e di për ju, po mua ma shpif. Kjo dhoma këtu është garderoba jonë, po edhe kjo është super rëmuj, që s'po la tregoj. Sepse dikush zgjedh mos i varë rrobat, as mos i palos, për thjesht i lëshoj kështu. Ups. Dhe dasma e kushirës jam kënaqur super shumë. Dasma u bë te Nano Biofood. Ambienti ishte i hapur, ishte shumë këndshëm, shumë gjelbërim, kishte hapësirë për të bërë foto, megjithëse unë nuk është të bëra ndonjë foto të hajrit, me thënë drejtën. Dhe kjo ndodhi pasi unë u super nervozova nga vapa. Pjesa e koktelit filloi që në orën 7, 7:30, njerëzit kishin ardhur, ishte shumë bukur, po unë u bëra ujë ndjerës. Tek dasma e parë, flokët i kisha bërë me ondet, lëshuara, më pëlqente shumë vetja, me thënë drejtën, edhe pse mu duk sikur isha shumë e tepruar edhe sikur nuk më shkonte, po që hajt më, mirë ishte, s'ishte keq. Flokët këtu u djersitën, u prishën, nga para rinin bukur, po nga brenda ishte për një shkure e vërtet, edhe çdo ishte mund të bënin folje po donin. Pjesa më e bukur e dasmave është që mblidhesh me njerëzit e tu, vin nga jashtë, kërcen, bën. Ndërsa te dasma tjetër, ku isha e ftuar për herë të parë, ishte edhe aty kalova mirë. Nuk ishte keq. Kisha pak siklet, se ishte plot me njerëz të panjohur për mua, por që i takova për herë të parë edhe pjesa tjetër ishte shumë mirë. Flokët i kapa lart, në mënyrë që mos të kisha ftohtë, po këtu doli problemi tjetër që aty po thaja ftohti, se ishte në ambient të mbyllur, kondicionerët e ndezur tërë kohën, mirë që kisha këtë shallën e fustanit, edhe e mbaja tek shpatula, se përndryshe do isha tharë. Jashtë në duke rënë bubullima, kujdet do të birshi. Në other news, ne kemi vendosur video projektor. Hi! Kam përdorur Nescafe Classic. Na duhet edhe qumësht dhe that's it. Që është hapëja ime? Edhe shumë mirë. Shikoni sa shumë është vajin të.
Megjithatë prapë është vap. Sot është dita e fundit e qerçorit. Sa shpejt ka kaluar. Mua më pëlqen shumë kur në dherë pije shi. Edhe bubullima. Sot e ra, po jo shumë. Në fakt I lagu ato, dhe kostumet. Që ishin hapa. Po të pëlqej frapeja? A I si e ditë më këja? Apo pak më ëmbël? Do është pak më e lehtë. Dhe kur e mendoj që është falë, është 100 më mirë. Në çapani atje, të ka rëgjësi, a gjithë. A lu me top? Ja, dëshëm me atje lakë. Në 5 minuta. Nuk ka 5 minuta, zora 7 çaj. Do e bësh bluzën pisa? Ajo e gërësirë nuk ishe shfaqur në jetën time.